Pasi ka vendosur të hyrë në parlament, kryetari i Partisë për Drejtësi dhe Unitet Shpëtim Idrizi ka nisur një tur takimesh në rrethe për sensibilizimin e çështjes Çame. Gjatë një takimi në Delvin, Idrizi ka ftuar kryetaren e partisë tjetër që mbron interesat e këtij komuniteti Tahir Muhedini për të qenë bashkë në kauzën Çame. Gjë rastin që nga kjo tribun t'i bëj një thirrje publike Tahir Muhedinit që të bashkojnë ato që në ndane shumë më të vogla përpara idealit tonë të madh, amanetit të parëve që ne duhet të na bashkojmë. Unë jam i bindur që ai do të përgjigjet kësaj thirrje dhe shumë shpejt ne do të jemi të gjithë bashkë. Idrizi ka shtuar se do të punojë për bashkimin e komunitetit Çam dhe të atyre që kanë në vëmendje çështjen kombëtare. Ne do të punojmë pa u lodhur që komuniteti jonë të bashkohet rreth Partisë për Drejtësi dhe Unitet, si mbrojtësi i interesave të tyre. E majta dhe e djallta kanë shumë çështje për të marrë për të zgjidhur. Ne kemi 20 vjet që presim zgjidhje. Sigurisht që ne i falenderojmë për ndonjë përparim që ata kanë bërë. Por vëllezër dhe motra, ne nuk presim më. Ne do ta marrim vetë dorë fatin tonë. Dhe ja ku jemi të gjithë bashkë. Pas Delvinës pritet që PDU të zhvillojë tubimin e radhës në qytetin e Sarandës.